Mirëmëngjes. Mirëmëngjes të gjithëve, kudo që të ndodheni. Ju përshëndes me gjithë zemër. Ju uroj një ditë të mbarë, të bukur dhe plot arritje. E ka mbajtur në shpirt artin e saj, e ka blatuar me dashuri, e ka ushqyer dhe rritur ashtu si që arrit fëmijët e saj, e dashuron si që dashuron jetën dhe ndjen emocionet e saj. Ekspozitën e parë të saj personale, si dita Islami, e ftuara ime sot, e ka hapur vetëm 3 ditë më parë në bibliotekën e qytetit Marin Barleti. Të ftuar të ndryshëm artëdashës, mes të cilëve njerëz të artit, të arteve figurative, por jo vetëm, artistë kishin mbushur sallën për të vizituar me shumë interes punimet e saj. Mes të cilëve edhe mentorja e Siditës, piktorja e mirënjohur, Ermira Jahja, e cila e konsideron pikturën e Siditës impresioniste me shumë dinamizëm dhe ekspresivitet. Unë do të quaja një ekspozit me ngjyrat e zemrës dhe ndjesit e gruas. Ka shumë punime të gjinive të ndryshme dhe të realizuar në teknikën e vajit, të akrilikut dhe teksturës. Sot pra, si që tash, unë jam në këtë studio me këtë grua që më frymëzon që me ardhjen e saj, me piktoren Sidita Islami. Mirëmëngjes Sidit, mirë se erdhët dhe burime. Mirëmëngjesi, ju falenderoj shumë për ftesën. Është shumë kënaqësi që të kam në studio. Kënaqësia është edhe për mua, me ju. Jo vetëm një grua e bukur, por një grua e bukur në shpirt. Besoj se keni kulmuar me një ëndër që e keni pasur prej kohësh me këtë ekspozita, apo jo? Po, patjetër. Unë kam mungu me vite, me rrallë, pasioni. Si që kam qujt emocion jete, është pasioni një artisti për pikturën që nuk shuhet asnjëherë. Edhe pse mbetet e mbyllur për vite e heshtun me rrallë dhe mbjeton brenda dhe duhet që të shpërthej dikur. Më bën shumë të mendoj me këto fjalë. Patjetër. Më bën të mendoj dhe të janë obligimi, frika që e mund të mbyllur. Edhe unë janë momentet mia më të bukura që unë kam familje, jena një familje e madhe që unë jam shumë e lumtur, jam 2 herë, kam pas sukses 2 herë siç thash. Jam 2 herë suksesshme. Kjo është ajo merita e gruas që e ka brenda vetes gjithë këtë përmas njerëzore, por njëkohësisht në rastin e Siditës këtë përmas të mrekullueshme të blatimit të artit të saj dhe të triumfit me vepra të tilla arti, siç ishte ekspozita Emocion jete. Keni vendosur në qendër të ekspozitës këtë portret gruaje, unë besoj se edhe regjia e ka në linjë tashmë. Ndoshta është një moment që ta shpjegoni pak sa. Është një grua që pasqyron me shpirt të bukur, me fytyrë të bukur që përfaqëson forcën edhe bukurinë e brendshme të gjithë gratë. Natyrisht, ngjyrat theksuara dhe teksturat tregojnë jo vetëm hijeshin e jashtme, por edhe thellësinë e shpirtit saj. Ajo është një simbol të gjithë grave me zemër të bukur. Fytyra e ndarë përgjys përfaqëson elasticitetin e brendshëm. Krijon një atmosferë të bukur. Që do të thotë vërtet. Dhe pra është një pasqyrë që çdo gratë edhe nanat e kanë. E mrekullueshme. Besoj se të vish në një ekspozitë të tillë është një
një ecuri pune, për sa kohë keni realizuar ekspozitën ose punimet e ekspozitës? Natyrisht piktoria është brenda teje, por kur merr përsipër të realizojë dhe të ndizet një shkëndijë e bukur për të realizuar një ekspozitë personale, artisti, njeriu i mbledh forcat dhe punon për këtë qëllim. Prej sa kohësh punon për këtë ekspozitë? Unë faktikisht kam një vit që kam rifillu edhe për 7 muaj më janë që unë kam realizu mbi 45 punime dhe vendosa për me sjell 42 punime si që janë ekspresive ma shumë nga si që e quajta nga gratë nënat që sfidojnë, edhe unë e kam sjell disa portrete ekspresive dhe disa janë punime me laps, janë 20 vite ma përpara janë punu ata punime, kam nostalgji shumë për ta. Kam shumë nostalgji. Pra ekspozita bashkon kohët tuaja? Bashkon me rrallë, si që mund t'i shikosh me rrallë, janë rëndit, taman rrugtimi im personal edhe pasioni që kam pas gjithmonë për artin. Edhe i kam rëndit. Jashtëzakonisht bukur. Vizitorët që kanë qenë në ekspozitë dhe vazhdojnë të jenë, sepse ekspozita vazhdon të jetë e hapur në sallonin e katit parë të bibliotekës, vërtet ndalen tek secila për të përkthyer dhe për të ndjerë pikërisht mendimin, realizimin, infuzimin dhe mesazhin e një punimi. Ke shumë gjini, janë portrete, peizazhe, natyra të qeta, kompozimi më bën shumë përshtypje. Për ty cili është më afër teje, më pranë që ndjehet sikur udhton me ty gjatë gjithë kohës? Janë disa kompozime të punime ekspresive të grave, bo me i pa prej afër, t'japin atë qetësinë dhe janë, nuk e di, çdo artist kur shkon mi pa, edhe njihet mirë, domethënë. Gjithashtu ka dhe peizazhe triptik, i kam quajt. Janë disa peizazhe që i kam fut me ngjyra të amla edhe bën mundi mirë, janë peizazhe abstrakte me teksturë. I kam realizu, i kam bashku, domethënë bashkë. Si lind një krim? Ka një atmosferë qetësuese, duken sikur kujtimet që dalin nga mjegulla e mendimet. I kam realizu natyrshëm. Po si lind një krim tek ty? Sepse, siç the, ke shumë kompozime dhe kjo është e vërtetë. Po, patjetër, kam që do të thotë ke një diçka që vërtet të intrigon, një ngacmim, edhe që më pas zhvillohet brenda teje dhe më pas gjën fillin e krijimit dhe të realizimit. Unë kam një natyrë që më vjen frymëzimi, kur më vjen frymëzimi edhe e kam gjetë qetësinë e shpirtit të piktura, që më ka mungu për shumë vite, edhe unë e realizoj, edhe e qaj deri në fund, pastaj fillojnë tu e korrigju pastaj, por më shumë janë kompozime që më vjen deri në fund me çu punimin që filloj me realizu. Janë triptik, prandaj janë punime që triptik. Faktikisht do të ndalemi në këtë proces, sepse unë tani ftoj regjin që të ndalemi në disa prej tyre. Mund të zgjedh disa nga punimet? Më keni dhuruar dhe dua t'ju falenderoj shumë këtë album me punimet tuaja. Një album shumë i bukur që unë do ta mbaj me shumë kujdes dhe vëmendje për të zhytur në të dhe për të munduar të përkthej çdo ravizim, çdo kontur, çdo laps apo penel,
sepse secili prej tyre flet. Po, patjetër, janë punime edhe varzat vogla që i rinisin hinë atë botën e artit. U i kam realizu edhe me lapsa, me akuarel. Interesante shumë. Por sot unë po nalem në këtë momente nga një realizim që unë i quaj të mrekullueshëm. E quaj të mrekullueshëm, ndoshta duke ju bashkuar edhe shumë vizitorëve të tjerë të ekspozitës. E keni quajtur dy kuajt. Po. Teknik mix në teksturë. Dëshiroj të ndalem këtu sepse është një realizim që ndoshta secili prej nesh gjen vetveten në këtë vrapim jeta. Kja është realizimi që kam realizu jam vetvetja, edhe janë dy kuaj që vrapojnë fuqishëm drejt paqes. Një simbolik që vjen nga lëvizja që ka tabloja, si kur vrapojnë dy kuaj, edhe pse janë lëvizja, ato komunikojnë me njëri tjetrin. Ato nuk janë vetëm kafsh, po janë shpirtra që përfaqësojnë vendosmërinë, pasionin dhe vullnetin për të ecë përpara. Nuk janë kafsh. Unë e gjej vedin gjithkohë në fakt, si në portrete, peizazhe, natyra qeta, por ata dy kuajt janë për mu. Mendoni vrapimin ton të jetës. Vrapimin. Unë e gjej vedin shumë. Një kal i bardhë dhe një tjetër që është pak ziosh. Dhe që ndoshta është një çift që vrapon në rrugën e tij të jetës, ndoshta janë dy miq, dy shok, një familje, një komunitet, apo shumë njerëz, ndoshta edhe një njeri vetëm, por gjithsesi kjo pikturë është shumë frymëzuese. Po. Shumë. E gjej vedin shumë aty tek ai realizim. Është një penel i ndërvjellët. Natyrshëm, jo shumë gjatë. Të erdhi ai frymëzim. Erdhi frymëzimi, normalisht e kam realizu me shumë pasion. Po të hapim dhe një faqe tjetër të albumit, do të më ndihmoj Fationi, i cili është në regjin ton, për të kaluar në pikturat që të duken se janë peizazhe. Po ato janë i gjej edhe si portrete. Është një triptik që këta janë peizazhe, që janë peizazhe abstrakte me teksturë që lidhin natyrën me njerion. Janë atmosferë qetësuese, që duken si kujtime që dalin nga mjegulla e mendimeve, futesh në atë botën. E kam realizu me ngjyra të amla, të lehta, siç dhe unë duke i parë shumë afër dhe me vëmendje, aty gjej gjithmonë një portret gruaje. Po, patjetër, aty është një familje. Është pema jetës. Janë edhe një dorë që të mbështet. Kjo është shumë brezglanse. Jam dalur shumë për të përkthyer edhe për të gjetur në këtë pemë të jetës, por edhe në të dy pikturat e tjera, fytyra njerëzish. Secili prej nesh ka fytyrat e veta, të cilat janë bashkëudhëtare në këtë pemë të jetës, dhe pikrisht ky është arti. Ai që të fut në një simbolik për ta përkthyer në ecurinë e gjithë secilit dhe për t'i dhënë natyrisht një shkëlqim ditëve dhe për të parë frymëzimin që japin ato. Po, patjetër. Diçka shumë e bukur. E kam realizu, aty janë shumë nëna. Është një familje e madhe që nëna kryesorja, e kam realizu, është edhe një fëmijë i vogël aty, qose duket. Shikoj. Siç e dallon shumë kush domethënë aty, edhe dora që të mbështet, normal është.
shumë emocionuese, shumë e bukur. Do të thoja, që në rrugën e duhur. Jo për të bërë një koment pozitiv, po për të ndjerë fuqinë e artit që depërton MD-ja. Është shpirti i gruas që i ndjen kaq afër, ja dhe në këtë portret. Është një fytyrë portret ekspresive është portreti, e shef çdo gru, çdo artist që janë nal me e kanë gjetë vedin, edhe duket e kam realizu, domethënë abstrakte, por edhe shumë ekspresive, është e bukur, me ngjyra shumë. Të kujtohen momentet se si ki realizuar këto? Ky punim është realizim, është një frymëzim, siç e kam thujt, kur e gjen njëri me vedin me paqen, është ndihet mirë, edhe realizon brenda shumë një kohë të shkurt. Vjen natyrshëm edhe e çaj punën deri në fund. Që do të thotë edhe në punë, edhe në penel ka një lloj dinamizmi për të shprehur me ekspresivitet të gjithë ato që ti ke brenda. Unë punoj jo vetëm me penel, unë luaj me artin, me spatull, unë jam shumë praktike, çfarë do lloj që më del përpara, nuk e nali punën përgjys. Mundësisht një letër, i laps, jetu nejt në qetësinë tone dhe realizoj diçka, domethënë, nuk është puna veç me pas të gjitha mjetet. Është një mesazh për Ky është talenti. Patjetër. Jo çdo kush mund t'i kenë gjitha. Nuk pret që të vish në mënyrë solemne në një vend të caktuar, në një studio, pa aty ku poetin është në udhtim, e ka frymëzimi, merr një copë letër dhe shënon. Edhe artisti, piktori bën skicën dhe më pas e formzon me gjithë brëndine. Me lapsa na dikur para 20 viteve, një laps edhe bojna thjeshta. Lapsa, drejt hije. Ndjeshmëri e drejt për drejt. Po do të ndalem edhe tek një portret tjetër përpara se të vazhdojmë ecurin. Kjo është gruaja e vjeshtës. Po, kjo është realizu, ka një frymëzim për mua. Sa e kam marrë vesh që është duke realizu në 2024-shin, ka kanë saloni i vjeshtës. Edhe unë realizova një punim që nuk e kam ekspozu ndonjëherë, dusha me bë natyrshëm brenda javet. Edhe venusa unë u pranova atje. Pra, u pranove si pjesëtare e ekspozitës më të rëndësishme të piktorëve të Shkodrës, por jo vetëm. Kanë shumë artist. Edhe unë me thonë drejtën u gëzova shumë se për mua ishte hera e parë. Unë dëshiroj të ndalem në një pikë shumë të rëndësishme. E ke titulluar Emocion jeta, duke futur aty shumë çka që përmban jeta. Patjetër. Dhe natyrisht është një rrugtim. Është një rrugtim shumë i gjatë dhe shumë interesant tek si dita, e cila fillon që në hershmëri. Shumë kam kënë shumë e vogël. Fëmijë kam kënë, shumë e pasionume. Deri që e gjeta vedin. Po mirë të kujtohet mësuesi i shkollës ose mësuesja të dallojë paksa në lehtësinë që ti realizoje vizatimet që ajo jepte si detyrë në shkollë ose diku tjetër. Kush të dalloj pikë së pari në realizimet tuaja në pikturë? Pikë së pari normal mësuesja klasë parë. Masane prind pavarësisht ka kanë koha që nuk kanë pas mundësi, por si që thash, gjithmonë ka kanë një blok, një laps drejt hije, fillimisht. Brava. I kam realizu. Kjo është një punim tjetër, diçka tjetër, do ndalim më pas tek edhe vlerësimet. Është një punim tjetër që shpreh dashuri, që shpreh. Po, është një gurt jetës dhe mes dashurisë janë një qift që trumfojnë. Është shumë e bukur, e kam realizu krejt në thjesht me disa gur.
kam qenë me familje, kur i kam lell disa gurëlle, i kam hell mbi tablo. A shkret natyrshëm të vjen, siç Po ja, shikoni këtë çift të përqafuar, që është i përqafuar me jetën, është i përqafuar me dashurinë. Ma ata copa, siç e mojnë të lidhen me bashkërinë, po patjetër, edhe siç thash e kam ndjenjen më të fuqishme njerëzore. Krejt natyrshëm e bukur. Je e gjen vedin gjithkund kudo që t'jesh. E pra, kjo grua që kam sot në studio, kjo piktori që unë mendoj që ecën kaq e sigurt në rrugën e artit të saj, dikur ishte një vajzë e vogël që pikturonte në një blok, në një fletë, me dritë hije. Më pas erdhi viti 2003 kur ti mendove se diçka më speciale do të bëja. Adoleshente venosa, gjeta vedin, kisha nevojë për mentorim. Po. Me hinat e studioja e profesorish Emira Jahja, si që është kuratorja, e përshnes shumë, ka një frymëzim për muaja, edhe unë kam vazhdu me qetësinë teme për 2 vite sa ka kenë në mentorimin e piktores Emira Jahja. Unë kam punu aty, edhe jam kënaq, sepse për mu ishte shumë e rëndësishme. Ka kenë iniciativa dhe bashkëshortit që normalisht nuk du kisha kenë tu. Natyrisht të flasim për këtë sepse unë vazhdova të Ermira, të profesorisha, deri që një moment pastaj venosa me kriju familje. Ka kenë një rrugtim shumë i gjatë, shumë i gjatë. Cila është arritja më e madhe deri tani në ecurinë tënde? Arritja më e madhe për mua është suksesi im i parë janë fëmijët. Është suksesi i parë. Si dita është nën e 4 fëmijëve. Sepse deri në moment fundit, ç'pasuri ke më si ditë? Është pasuria jeme më e madhe. A suksesi im i parë, masani vin të tjerë. Vin tjerët. Siç unë të njoh si nana e Merili Islamit, e cila është kampionja e gjimnastikës artistike. Merili nuk është këtu, në fakt bën pjesë në këtë fest, por nuk kemi një portret të saj. Nuk ka një ata ditë para, që unë kam qenë shumë emocionume, prandaj është quajt edhe tema ekspozicë emocion jetë, sepse përballesh me shumë sfida. Një ditë përpara unë kam qenë shumë emocionume me vajzen. Edhe ka marrë çmimin e parë një natë përpara. Unë jam gëzuar shumë, është suksesi im i parë. Përpara ekspozicës. Përpara ekspozicës unë jam një shumë mirë, ka qenë një sukses shumë. Po fakt ti ke edhe 2 vajza më të mëdha, Merilin dhe djalin. Po. Alla ata janë në rrugtimin, sportista janë, vajza male është marrën shkollën e mesme, alla është në rrugtim. Po i djali vogël, mendon të ecë në rrugët e mamit, a babit, si mendon? Për momentin asnjëni nuk është, se janë sportista më shumë. Janë më shumë në rrugën e sportit, gjë shumë e bukur. Si ke arritur ta mbash këtë emocion të fuqishëm që t'jep arti, prirja, talenti yt në këtë rrugtim së bashku me familjen tënde të madhe, me fëmijët, me bashkëshortin, me detyrimet që kishe? Nuk jam nal asnjë moment. Gjitha detyrimet është obligim, edhe unë e kam gjetë sada pak minuta për artin, unë e kam gjetë kohën për me, nuk jam nal asnjë moment artit, asnjë moment. Kam gjetë vedin pak minuta, e kam realizu, pavarësisht se nuk e kam shfaq asnjëherë. Nuk e kam shfaq artin. Ata në shtëpi nuk dishin edhe aq shumë sa si skicoshe ti ato mendimet tuaja artistike? Edhe dishin, por unë jam kënë shumë familjare dhe kam kënë shumë mas fëmijëve, si që thash, deri që mi djerë
në atë botën e tyne, të suksesit. Të rritën pak Po, sa. pa tjetër, edhe Kjo sakrifica, sukses. apo sfida Po, e një kjo është gruaje, e një sfida nane. Të që i cilën qanë fëmit mi pas sukseshëm njët i kasht, dhe më thonë, emocion jetët që unë e kam qujt, e kam qilë po erdhi i moment që diçka e fuqishme trokiti tek ty dhe the, tashti si ditë erdhi momenti yt. Si u shfaq ky moment? Sepse përpara ekspozitës si dita ka dhe disa pjesëmarrje. Ne përmendëm sallonin e vjeshtës, por njëkohësisht janë 3 pjesëmarrje, pothuajse njëkohësisht. Ke një pjesëmarrje në ekspozitën e Firencës, në një ekspozitë ndërkombëtare dhe regjia ka, këtu premio internacional, çmim internacional artistët e Europës në Firenze. Aty pash në rrjetet sociale, edhe thash ta provoj një herë, edhe unë faktikisht realizova një punim. Po. Kishte 2 muj, 3 e kam realizu atë punim gruaja dhimbjes. Po, këtë portretin e parë që edhe kemi ishte këtu. Po, kjo ishte pjesëmarrja. Po. 5 antar jurijet. Aty janë kanë që njëni prej antarëve juris kam komuniku edhe kam dorëzu një punim, por nuk ma mori menja ka të shpejt se po pranohem. Kjo ishte një zile e bukur shprese dhe vlerësimi. Më ka ardhë mesazhi që jam pranu për me dorëzu punimin në Firenze. Po çfarë ndjeve në atë moment? Ishte në atë kohë dhe salloni vjesht, ishte një ngjësi shumë e bukur. Dhe janë pikërisht ti zgjodhe pikërisht 2 portrete grash. Të lutem edhe një herë Fation, është punimi i parë, gruaja e dhimbjes, po kjo, edhe që është pasqyruar në ekspozitën e Firencës, një ekspozitë ndërkombëtare, të zhvilluar atje, një ekspozitë tradicionale, do të them, edhe krejt afër saj është gruaja e vjeshtës, ai portret që ka tek syt një lule të bukur që e nxesh ndjesinë dhe afërsinë me natyrën. Po, tek gruaja e vjeshtës që ka lulen përpara, është një ndjesi për që ka të bëjë me vjeshtën, që dashurojnë natyren, dhe është një vepër shumë me emocion, e pasur me ndjesi, me lule plot. Ti more pjesë në të dyja. Po, çfarë ishte ky hap tek ty? Kam qenë shumë emocionume sepse kam prit për shumë vitesh. Edhe kjo ai njoftim që ti të mobilizoj dhe realizove. Por edhe në Ferizaj kem një pjesëmarrje. Atëherë ishte viti 2025, janar, kur edhe aty ishte 2 ditë kisha kohë për me dorëzu një punim, edhe ishte mrena ditët kam realizu si që ashtë ajo pema jetës, emocion jetët, e kam realizu me temin emocion jetët. E kam dorëzu, edhe unë jam pranu, edhe kjo do të thotë që tashmë rruga jote nuk do të ndalet? Ja, nuk do të ndalet asnjëherë. Është taman momenti për mua. Ku t'ja dedikon pikërisht këtë ecuri? Sepse është diçka që ka ekzistuar tek ty, është kanë qëndruar në prehje për një kohë dhe më pas është ringritur. Ku t'ja dedikon këtë? Familjes. Familja është shtysja ma male që më ka shty me ecë për para. Masane normal është më ka një mua dhe kuratoria profesorisha Almira Jahja, kur e kam gjitë vedin unë jam rikthy disa herë. Shumë herë jam rikthy, më ka bë për me u ngrit në kam. Po kur të thonte, e ke shumë bukur, mos e prek asnjë vi. Po, patjetër. Me atë zanin ka ken një
si që thash, ka kënë qershor, viti qershor, kur kam hap një galeri. Ki një studio, Po, prandaj patjetër. ajo tashmë është nuk është një frymëzim ëndër, komun. është një vend i prekshëm që ti Aty futem, jam vetvedja, futem në atë botën e artit, jam vetëm edhe krijoj, rri me orë gjata, kur du me realizu, po mirë, angazhu. të vinë djali, vajza, bashorti e të shohin paksa si Edhe më kanë po, por kur e kam realizu, atëherë janë befasu normal. Dhe që thash, më ka ardhë, e po pritun nuk e kam besu asun që jam pranu ta 3 evenimente, si thash, janë pika kryesore. është hapi. Po është hapi i parë i fillimit, i realizimit Po, dhe një rrugë është që tashmë rruga ka që- nisur. kam pas edhe fatin mu njoft me artista. Si e ndjerë pikërisht ditën e promovimit të ekspozitës, të hapjes së ekspozitës? Ishte vërtet një publik atëherë i kja mirë është- qytetar, një publik edhe profesional, me artist, me njerëz të artit pamor, por jo vetëm. Unë dalloj aty artisten e madhe, Zylia Miloti, por edhe shumë artist pamor të cilët kanë ardhur, kanë vlerësuar, kanë ndjerë së afërmi realizimet dhe mjeshtrinë e panelit tënd. Po, kanë kenë shumë pjesëmarrës, nga tonë artistat, jam Ja. një shumë mirë, jam vlerësu shumë, edhe so që edhe kritikat kisha nevojë për me bën për me ecë para, me korrigju, E vërtet. për me ecë për para normal, por jam vlerësu shumë. Çdo ditë kanë ardhur, janë hala që vinë, Ja, artista vinë, kam nevojë normal për këtë komunikim. normal se bajnë për me... Mendon për se para. ky hap i parë do të pasohet në një rrugtim ende që vazhdon për të realizuar të tjera punima, ekspozita. Po, tjetër, që do vazhdoj edhe jashtë vendit, kam mendim për me ecë për para, sepse janë punime që janë realizu në Preslance. është shumë rëslanse. Për të gjithë ata që janë së bashku me ne në këtë momente, për të gjithë ata udhëtar të ditës, nana, gra, njerëz profesionist ose të sferave të tjera, nëna që kanë fëmijë të vegjël apo të rritur, gra që përmbushin detyrime të shumta, gra profesioniste, gra që ecin me ritmin e ëndrrës së tyre, çfarë do të thoja? Unë do t'ju thosha që mas mu nal as një moment, sa do e kena obligim për me majtë familjen, por asnjëherë e gjen momentin gjithmonë minutat kush e ka pasion artin, gjithmonë e gjen vedin 10 minutë, sa do pak minuta e gjen, gjithmonë kohën për me ecë, me realizu diqa. Gjithmonë e ka mesazh për të rritë. Mos u ndal shkur në frymëzimet tuaja si ditë, qofsh e pushtuar pikrisht nga kjo ndjesi e bukur për të dhuruar artin tënd dhe për të bërë frymëzim, për të dhënë artëdarsve, njerëzve që pëlqejnë pikturën, por jo vetëm, të gjithë atyre që e gjejnë veten në një punim tëndin, një frymëzim, një mesazh, një ndikim në jetën e tyre. Ndaj, ky do ta quaja është një rol shumë i madh i artistit, edhe një gruaje që të frymëzon. Po, patjetër. Ke sjell në studio. Këta janë disa punime edhe një momentale që, siç e thash, bukura. Kur e gjen vedin kohën e lirë, një letër, një tablo e vogël. Këto të duken gjëra të vogla. vogla. Vogla kur po më duken shumë të bukura. Nuk nuk e çon dam as bojen, veç realizoni diçka të bukur edhe të shpejt. Punim abstrakt, pema e jetës është. Pema e jetës dhe kjo është një grua, është një portret ekspresiv.
realizu me punë minutash. Punë minutash. Është minutat e talentit që realizon çdo artist e ka në shpirt dhe realizon gjithmonë diçka të bukur. Kjo është si dita e Islamit. Do me balli një falenderim Patjetër. për profesorishën Ermira Jahja, për drejtorishën e bibliotekës Marlin Barleti, Ledja Dushi. Po. I falenderoj shumë që më banën të mujtën me realizu edhe bashkinë Shkodër. Çfarë të thanë ty kur mbritën në shtëpi fëmijën dhe bashorti? Është diça, është Kush të përqafoi i parë? Djali, është ai që njët Kështë emocioni jetës. Se vjen të bojnë mas nonave. I paç. Edhe vajzat janë shumë frymëzim për mu, sidomos është edhe i kërkoj pak ndjej sepse ka i herë jam shkput. Edhe vajza male ka përjetu. Më ka animu shumë, dhe me thonë, ka kënë pjesë e rrugtimit. Ky është një produkt. Pa tjetër janë vajzat e moja që janë që të shtynë me ecë për para, si që thash, unë kam pas 2 suksese në jetë. Suksesi jemi i parë janë fëmijët, pastaj karriera është krejt pjesa Qofsh një grua e mbushur, me zemrën plot, me njerëzit që ke pranë, por edhe me dashurinë tënde për artin. Të falenderoj shumë si ditë dhe të uroj vërtet një ecuri të tillë, të bukur, mbreslënse, me shumë motive, me shumë mesazhe, me shumë ndjesi të bukura për jetën. Faleminderit shumë. Faleminderit për jo që isha pranishme në studion tuj, në pranin tuj. Kënaqësi gjithmonë, shumë kënaqësi, sukses edhe mbarësi. Faleminderit.